Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, problemi i fëmijëve, i rolit të tyre, i aktivizimit të tyre kur ata kanë talent, është një nga detyrat e një shkolle që ka ndërtuar aktoria dhe regjisorja me origjinë nga Kosova, Vlora Nikçi në New York. Por natyrisht ata fëmijë hynë në këtë shkollë në kuadër të një seriali që Vlora bashkë me bashkëshortin e saj po krijojnë, të titulluar The American Dream, ëndra amerikane. Kam pra drejt për drejt Vlora Nikçin. Vlora, është kënaqësi që shihemi, natyrisht është kënaqësi të bisedosh për artin, për teatrin, për kinematografinë. Unë ju kam ndjekur nëpër media dhe me veprimtaritë ndryshme që keni bërë në fushën e kinematografisë dhe si regjisore. Por do të flasim tashmë për një serial që titullohet Ëndra Amerikane, American Dream, dhe në kuadër të seriali edhe për shkollën për aktorë të vegjël. Faleminderit për ftesën të jem në televizionin tuaj. Përshëndes gjithë shikuesit që e di që i keni të shumt. I përshëndes komunitetin shqiptar në Amerikë që janë ndër komunitetet më të fuqishme që ka diaspora shqiptare. Ja uroj të gjithë vitin e ri me suksese plot të tjera e përgëzime me familjet e tyre. Po, ne vitin e shkuar nisëm serialin American Dream, edhe vërtet u bë një ëndër e amerikane shqiptarëve të Amerikës. Involvuam të gjithë aktorët shqiptar të njohur ndërkombëtarisht, involvuam fytyra publike të njohura shqiptare edhe në artet të tjera, siç kemi Ermonela Jahon, e cila ka 3 vite radha si që shpallet artistja sopranoja këngëtara më e mirë në botë. Ajo është roli kryesor në episodin e parë. Kështu që ne do të involvojmë gjithë artistat tanë, jo vetëm aktorët që kemi njohur në botë, po edhe artistat të tjerë, të cilët do të jenë mysafirë të serialit. Kështu seriali ynë bëhet më i njohur në botë dhe përmes tij edhe bota e huaj i njeh personalitetet tona dhe përmes tyre e njeh edhe botën tonë, tregimin tonë, që mos të harrojmë që kemi tregime shumë të bukura, kemi përipecitë tona, si kemi ardhur në Amerikë. Edhe është interesante, Rafael, se askush nga ne nuk e lëshoi vendin për qef. Secili ka një tregim aq të veçantë dhe aq të prekshëm, po secili tregim i tyre mbaron me një sukses të madh pastaj kur erdhën këtu. Pse jo më i njoft bota gjithë po tregime? Jo, gjë mjaft pozitive, por seriali si është ndërtuar, si dokumentar apo si vetë rrëfim? Jo, seriali është serial artistik, është si film artistik, po serial, ipet çdo javë në televizionet tonat po jemi duke biseduar në televizionet të huaja të jeti pranishëm, sepse tekst shkruesi, screenwriter është Mike Bencivenga, është një tekst shkrues hollywoodian, i njohur shumë për punën e tij të vyer, dhe seriali ka në vete që luajnë rolet kryesore artista ndërkombëtar të njohur me prejardhje shqiptare, disa të huaj, ta kanë kryer shkollë të artit, të aktrimit, punojnë secili në profesionin e tyre, në teatrot njohura, në filmat njohura, kanë pas edhe suksese. Kështu që nuk është tregimet e shqiptarëve ne i marrim dhe mbi ato shkruajmë ngjarje. Nuk kemi nevojë si filmat e huaj që shpikin ngjarje të bukura për serialet të tyre. Realiteti është Ne kemi ngjarje të bukura, të shpikura, i kemi të përjetuara vetë, kështu që këtu e kemi një përparësi shumë të madhe dhe shumë të bukur për ne. Është aq e vërtet, Vlora, sa jeta në vendlindje tona, kudo në Shqipëri apo në Kosovë, na ka dhuruar dashje pa dashje në për atë kapërcyellin e saj, drama, tragjedi që nuk kemi nevojë t'i shpikim. E kemi dëshmi të gjalla që mund të shërbejnë si moment frymëzimi, e në këtë rast është një moment frymëzimi pozitiv, sepse vetë titulli American Dream bashkon
ëndrrën amerikane të qenit shqiptaro-amerikan me prejardhjen tonë. E vërtet është edhe e fuqishme për aktorin I cili luan ato ngjarje, ai e di se këto I ka ndodhur dikujt dhe ai e di se të drejtën e aty këtu edhe njohim njeriu që I ka ndodhur dhe është më e fuqishme për aktorin kur lun atë dhe është përgjegjësia më e madhe. Kështu që kjo është xhiruar epizoda e parë, do të xhirohen 10 epizoda në këtë fillim. Dhe pastaj duhet të bëjmë një marrëveshje me një televizion, po puna ka filluar mirë, puna është shumë e madhe, ekipi është shumë I madh. Xhiruese kemi Adriatik Bernakun I cili mori Emmy Award çmimin para 2 viteve në xhirimet në punën e tij që bën me kamerë. Dhe domethënë kemi të gjithë ekipën njerëz shumë profesional, shumë të mirë, kuptohet kjo ka një kosto ndoshta 50 fish më shumë se sikur të ishim në vendlindje, por besojmë shumë se edhe për vendlindjet tona, por edhe këtu do të ofrojmë diçka shumë të veçantë dhe të bukur. Just një kuriozitet, ju thatë që Ermonela Jao është personazhi I parë. Kush e interpreton Ermonelën? Ermonela erdhi vet. Erdhi vet. Nuk e lujti askush Ermonelën sepse Ermonela ishte musafire, siç thash. Artistët dhe fytyrat publike, qoftë politikane, qoftë për shembull të marrim shembull Bill Clinton, mund ta kemi musafir, pse jo? Se s'dua t'i bëj tash publike gjitha gjërat, sepse lidhet me neve si shqiptar, personalitetet që I kanë bërë shumë mirë botës dhe vendlindjes tonë, vendit tonë. Kështu që do t'jenë mysafir. Kurse aktorët, karakterët kryesore, aktorët kryesor, ata janë të gjithë aktorë profesionistë. Kurse mysafirët tanë, ko pas kohë do të futen personalitetet mëdha shqiptare, sepse ne dëshirojmë botës t'i tregojmë se këto personalitete çfarë lidhje kanë me ne dhe janë shqiptar, shumica prej tyre. A I dini cilët janë 10 personalitetet për këto episodet e para, apo jeni në investigim? Një pjesë e dini? I kemi disa I kemi, edhe tani jemi të bisedu me ta, me shumicën prej tyre, sepse na duhet të përshtatemi koha e xhirimeve gjë që shumë e vështirë të organizohet për të gjithë ekipin e madh një ditë që ju konvenon të gjithëve. Jemi të bisedu lidhje me kohën, datën, ditën dhe domethënë kjo është bisedimet e fundit. Po këngëtare të tjera të muzikës pop, disco, si Dua Lipa, po këngëtaret me famë botërore, Rita Ora që ishte në New York për vitin e ri, mund të jenë personazhe të këtyre? Unë po hulumtoj. Mund t'jetë gjithë secili I cili është prejardhja jonë dhe lidhet me ne. Patjetër që po, mund t'jetë gjithë secili. Atëherë, nga ju lindi ideja për këtë serial? Lindi ideja, Rafael, unë kam ardhur në Amerikë në vitin 1999 si refugjat e luftës së Kosovës. Fakultetin e Arteve kam kryer edhe këtu, por edhe në Prishtinë. Dhe sa herë, unë gjithë këto vite kam kaluar mes Kosovës, Shqipërisë, Evropës dhe New Yorkut, duke marrur me artë, kuptohet. Dhe gjithmonë thoja, aq ka brum këtu në New York, në Amerikë sidomos, por s'di pse nuk mund të mblidhemi gjithë këto fytyra aq mira, publike shqiptare, e besa aktorë shumë të mirë që janë shumë të njohur nëpër teatro dhe skenat të huaja, por jo, ne bashkë s'kemi arritë të bëjmë asgjë. Kështu thash, thoja ka gjithmonë, po sikur të rria unë këtu më gjatë, do da e bëja një serial ose shfaqjet e tillë. Dhe kështu që morëm guximin bashkë me Armend Balokun, bashkëshortin tim, dhe erdhëm në New York dhe filluam këtë punë. Ishte pak e vështirë, jo pak, po goxha shumë ishte e vështirë të hasim në ekipin e fuqishëm, të hasim me njerëzit e duhur. Ajo mori një kohë goxha të gjatë, po kur u bë ekipa, atëherë punët po shkojnë në fjoll. Edhe financimi, ti theve të. Financimi është goxha e rëndësishme s'ka pa të, por është edhe e vështirë, po çka është e rëndësishme, Rafael, se ne
po na përkrahin fillimisht bizneset e mëdha shqiptaro-amerikane këtu. Si fillim kemi familjen Bitiqi, e cila njihet edhe si familje që ka marrë me çështjen kombëtare në Amerikë. Pastaj është Bruno Selima, një personalitet shumë i njohur në komunitetin ton, i cili është marrë edhe ai me çështje kombëtare shqiptare. Pastaj kemi Artan Maksutin, një supermarës biznesmen i njohur dhe shqiptar i suksesshëm. Janë vëllezërit arkitekt Sokol Malushaga dhe Eduard Malushaga. Gjithashtu është edhe Valon Nikçi, i cili ka qelluar vllauin. Valoni është një ndër të dy me Vlorën e keni, një Valon. Po, Valoni është ai, po në fakt ideja ishte e tij fillimisht. Ai insistoi edhe u tranua, insistoi që gjithsesi të nisim këtë punën në Armendi. Ai ishte i pari që i shtyu me të gjitha format e mundësisë e fuqisë që ka, edhe ai është ka herë këtu edhe ka një American Albanian School of Westchester, e ka këtu në Westchester kanë edhe një shoqat që mbledhin gjithë shqiptarët Albanian American Club of Westchester. Ata përmes klubit të tyre janë kogja fort të organizuar dhe të mbledhur këtu në Westchester dhe New York, kështu që ai filloi me këtë forcat e veta duke na përkrahur bindshëm, edhe kështu filloi prej atij fillim dhe me vonë u involvuan edhe këto biznese tjera dhe duket që njerëzit e kanë marrë seriozisht. Rafael është pak e vështirë të drejtën. Jo, shumë e vështirë. Se ne shqiptarët jemi mësuar për shkak çështjes që kemi pasur, problemi që kemi pasur shumë të madh politikën në Kosovë, lufta e madhe që ka qenë, ne kemi bërë takime politike, kemi mbledh financiarisht, për politikisht ta shpëtojmë vendin nga një armik shumë i madh. Tashti me mbledh për artin është pak ca kogja një transformim i madh, por duket që njerëzit e kanë kuptuar se sot lufta më e madhe në botë bëhet përmes artit, përmes skenave, filmit, të cilat mbesin për jetë.